Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Me amin Allahu gjithë me shplotit, miq të dashur, selam aleikum gjithëve. Mirë se vini në takimin e radhës. Sa i radhë do të futemi në serin e dhuntive të Allahut subhanahu wa taala që mund të jenë njëkohësisht edhe sprovë për gjithë ne dhe mund të shndrohen shpeshherë në një mashtrim serioz, prej ku mund të harrojmë Allahun e Madhnushëm, mund të kalojmë vijen e të lejuarës dhe shpeshherë mund të harrojmë synimin e Zotit në dhuntin që ai na ka dhuruar neve. Do të flasim për një dhunti që besoj se gjithë bota është në sprovë, gjithë bota ballafaqohet me të, gjithë bota duhet di si të bashkëpunojmë me të, është sprova e pasurisë, pasuria në këtë rast. Shumë njerëz kanë pasuri dhe me pasurinë e tyre ata janë të lumtur. Me pasurinë e tyre ata janë krenar, me pasurinë e tyre ata posedojnë gjithçka në këtë botë. Dhe mbi të gjitha janë shpeshherë edhe i sundojnë edhe të tjerët me anën e pasurisë tyre. Ndërkaq, shpeshherë gjojmë njerëz pasuria e tyre nuk ka sjell lumturi, nuk i ka sjell atyre kënaqësi, nuk ka sjell atyre shpeshherë edhe dominim mbi të tjerët. Pse kemi këto dy gjendje? Për arsye se shpeshherë kemi të bëjmë me konceptin e gabuar ndaj pasurisë. Nuk guxojmë të harrojmë asnjëherë se tek pasuria gjithëherë kemi tre gjëra fundamentale, me të cilat zakonisht është e mundshme të mashtrohemi apo të sfidohemi. Çështja e parë që thuhet se edhe shejtani i mallkuar vazhdimisht e bën sytën të njeriu është pasuria nga është fituar. Kjo është sfida e parë. Ka ardhur pasuria. Sfida e dytë është ku po shkon pasuria, si po menaxhohet pasuria. Në çfarë forme po bëjmë distribuimin e pasurisë. Dhe e treta, ku po mbetet haki i Allahut, apo ajo që ne e quajmë sadaka, haku i të varfërve. Ne duhet t'ju ndihmojmë dhe duhet t'japim. Këto janë tri elementet kryesore që sa herë flasim për pasurinë dhe sa herë flasim për një njeri që posedon pasuri, gjithëherë kemi bëjmë për me tri gjëra, si është fituar ajo pasuri, si shpenzohet ajo pasuri dhe a është ruajtur haku i Zotit në atë pasuri dhe ku qëndron pozita e Zotit në atë pasuri apo në pronarin e asaj pasurie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ni'mal malu salih li 'abdin salih." Sa mirë është pasuria e mirë tek robi i mirë, të njeri mirë i cili sakt e ka kuptuar pasurinë. Pasurinë e ka lënë në dorën e tij, ndërsa në zemrën e tij e ka futur Allahun e Madhnushëm. Dhe me zemrën e tij që e ka plot besim, që e ka plot iman dhe e ka drejtuar nga Zoti, me atë zemër e ka menaxhuar pasurinë e tij, e cila është në dorën e tij. Do të bëjmë përpjekje në vazhdim të shohim cilat janë simptomat e një njeriu që e ka shumë pasurie, ka mashtruar pasurie. Në mënyrë që ta dim ku jemi dhe kisha dashur që në këtë nivel mundohemi të jemi të sinqertë. A na kanë godit diçka prej këtyre simptomave? Nëse kem simptoma të tilla, atëherë dijeni se jeni të sprovuar me mashtrimin e pasurisë që e ka bërë zemrës suaj. Simptoma e parë e njeriu të sprovuar me pasuri apo të mashtruar me pasuri është njeriu i cili ka harruar gjithçka. Nuk ekziston asnjë gjë në këtë botë, as Zoti, as nderi, as parimet, as vlerat, as mist, as familja, as shokët. Te ai ka vetëm një gjë, është pasuria gjithçka në jetën e tij. Ai është numër 1, ai është epiqendra rreth cilës sillet ai me gjithë qenien e tij. Nëse kemi arrit në këtë nivel, atëherë dijeni se jemi të mashtruar me pasuri, sepse atëherë e kemi nxjerr pasurinë prej synimit të saj. Zoti i Madhnushëm, kur na ka dhënë pasurinë, nuk e ka dhënë pasurinë që ne të bëhemi rob të saj.
Ai ka dhënë pasurinë që ne me të t'i realizojmë objektivat. Kjo është prova e parë, apo simptomi i parë i smundjes, kur njeriu harron gjithçka në jetë vetëm pasurinë e ka midis dy syve. E dyta është njeriu i cili i shkel parimet e tij, i shkel sistemin e vlerave të tij dhe nuk njeh kufi për të arritur pasuria. Ai njeri punon me frazën synimi arsyeton mjetin. Ai ka synim me rritë pasuria me çfarë do të qoftë mjeti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe e ka numëruar njëra prej shenjave të kiametit, kur njeriu në jetën e tij thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vijë një kohë kur njeriu nuk do të interesohet në çfarë forme dhe si ka arritë pasuria, me çdo kush do të bëj përpjekje me arrit. Unë ja kam qitë cak vetëm me qenë i pasur dhe nuk më intereson mënyra se si arrihet. A shkeli parimet, a shkeli nderin, a shkeli familjen, a shkeli besimin, a shkeli konditat e besimit tim, konditat e traditat e mia, e kështu me radhë, nuk më intereson. Më intereson vetëm një gjë, arritja drejt te pasuria. Kjo është simptome e dytë, mbas të cilave domethënë konstatojmë se njeriu në këtë fazë domethënë pasuria për ta është Zot. Dhe faza simptomi i parë. Simptomi i dytë nuk njeh asnjë lloj parimi, asnjë lloj kondite, nuk respekton asnjë lloj platforme e cila kish me gjudete të pasunia. Nëse jemi të goditur me këto dy smundje, atëherë dijeni që jemi të mashtruar nga pasuria. Na ka bë pasuria një lloj Zoti karshi Allahut manush. Çështja e dytë, cilat janë pengesat me çka do të ballafaqohemi, cilat janë smundjet që do të shfaqen tash e tutje. Me çka do të sprovohemi nëse pasuria na është bërë sprov apo na është bërë mashtrim, apo na është bërë fall, na është bërë sehr. Jemi thjesht magjepsur me pasurinë. Ekzistojnë 3 smundje që do të shfaqen tek njeriu apo do të sprovohet me to njeriu. E para prej tyre është zvoglimi i bereqetit. Apo ashtu që quhet në gjuhën e fes el baraka, hum bereqeti. Keni kujdes kur flasim për bereqetin. Me bereqet nuk kemi për qëllim veç vollumin e pasurisë. Për bereqet e kemi për qëllim kur i hub shpirti i pasurisë. Keni kujdes një diçka. Pse është pasuria në këtë botë? Pse luftojmë për me qenë pasur? Pse luftojmë për me pas? Sepse pasuria duhet na sjellë lumturinë, duhet na sjellë stabilitet dhe duhet na sjellë kënaqësi. A besoni ju që njerëz në këtë botë kanë pasuri, por as kanë lumturi, as kanë kënaqësi, as kanë stabilitet? A nuk ka që kjo humbi i bereqetit? Njerëz në kuptimin e volumit pasurisë kanë shumë, por as nuk e kanë arritur lumturinë, as nuk kanë arritur kënaqësinë, as nuk kanë arritur stabilitetin. Ata janë njerëz më të dënuar në botë. Për atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, është shkatruar robi i dinarit, është shkatruar robi i dirhamit. Çështja e parë, prap edhe një herë që po tham, do të sprovohemi apo do të ndeshkohemi me të, është humbja e bereqetit. Dikush mund të ketë shumë pasuni, po Zoti i çon e vlat që kur një hajër prej tyre nuk sheh. Para mendoni e njoh një njeri i cili është shumë i pasur, deri në atë shkallë ka arrit gjendja e tij, saqë ai nuk guxon me shku në shtëpinë e tij, sepse nuk është i sigurt për fëmijëve dhe për gruas e tij. Para mendoni deri në çfarë shkallë atë njeriu i ka humbur bereqeti i pasurisë së tij. Prandaj keni kujdes, kjo është goditja e parë nëse pasuria është bërë na është mashtruar. Sprova e dytë me cilën do të sprovohemi apo do të ndeshkohemi, më mirë me thonë, është do të goditemi me kooperaci. Kooperacia, po më mirë me thonë, do të godasemi me frikë. Para mendoni njerëz që kanë pasuri, kanë shumë pasuri, kanë shumë mall, ju hin frika se po varfënohen. Ju hin frika se po varfënohen. Nuk ka dënim më të madh këtë botë, sepse më shumë se sa më të fut frika se kemi bëj varfër. Sepse pasunia shkon e vjen. Sot mund të jesh i varfër, nesër mund të jesh i pasur. Mirë, por frika se do të jesh i varfër është çështje që të përcjell vazhdimisht. Ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi ju është lut Allahut, o Zot,
Allahumma inni a'udhu min al-kufri wal faqr. O Zot, kërkoj mbështetje te prej mosbesimit dhe prej varfërisë. Shumë i shkon me rëndësi me kuptu këtë dua të pejgamberit alayhis salam. O Zot, më mbroj nga varfëria. Ju kisha buni pyetje, a dini ju se pejgamberi shpesh ka qenë i varfër? A dini ju se pejgamberi ka ngjit treguar mbarkun e tij për shkak varfërisë? Sigurisht e dini. Atëherë shtrohet pyetja, a s'u ka pranuar pejgamberit lutja? Pejgamberi po i kërkon lutje Zotit, o Zot, më mbroj për varfërie. Ndërkaq, kush e lexon historinë e tij, ai në për shpesh në faza të ndryshme ka qenë i varfër. Atëherë duhet ta kuptojmë paraprakisht lutjen. Cila ishte lutja e tij? Lutja ishte ndryshe. O Zot, më mbroj nga frika ndaj varfërisë. Domethënë, mos më bët frigona nga varfëria, sepse po u instalu frika ndaj varfërisë, do të frigohesh ti i pasur prap. Domethënë ai do të përcet deri në vdekje. Për ata do të jemi shumë kujdesshëm sepse kjo është njëra nga sprovat me të cilat mund të godasemi. E kanë pyet Hasan al-Basriun me një rast një burr i cili kishte tubuar 80.000 dirham. 80.000 dirham kishte mbellur kur është pyet pse s'po jap zakatin edhe pse s'po i shpenzon, është përgjigj se nuk po i shpenzoj dhe nuk po jap zakatin sepse po frigohna se do të vinë kohë të vështira. Dhe po frigohna se do të instalohen qeveri dhe politikat të liga të cilat kanë mundësi s'na lejojnë me zhvillu biznesin. Ky njeri nuk e ka kuptuar sakt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka llogaritë se frika se po harxhohet varfëria ose mosdhënia e zakatit, mos shpërndarja e pasurisë, mosdhënia e pasurisë në rrugën e Zotit, është shkak i krizave edhe është shkak i pushteteve zullumçare. Pejgamberi alayhis salam në një hadith të njoftën thotë, me 5 gjëra do të sprovoheni para kiametit. Në mesin e tyre ka numëruar këto dyja. Nëse nuk e japni zakatin, nëse nuk e menaxhoni pasurinë si ka thënë Zoti, do të sprovoheni me varfëri, do të sprovoheni me abstenim ose mosrarjeshi, edhe do të sprovoheni me pushtete të padrejta, do të nënçmoheni me pushtetar zullumçar. Këto janë, domethënë, e kundërta e asaj që shumë njerëz e ruajnë pasurinë se po vinë kohë të vështira. Jo, nëse grumbullohet dhe ruhet pasuria, kjo do t'i bjen kohë të vështira, sepse qysh eliminohen kohë të vështira, vetëm duke dhënë dhe duke menaxhu sakt edhe drejt pasurinë. Edhe e treta, e cila është goditja e tretë apo sprova e tretë, ka të bëjë me atë që kanë thonë dietarët, pasuria të shet ty, pasuria ta kthen shpinën ty. Keni kujdes. Qatë pasurinë që e ke mbledhë dhe ke ngrumbullu, e ke tubu, e ke rujt, momenti kur të vdessh, edhe delsh në ditën e gjykimit, krejt që e pasurinë ta ka kthy shpinën. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حزبي يا ليتني كانت قاضية ما أغنى عني مالية. Ditën e gjykimit kur njeriu e merr librin me anën e majt, edhe shet ndeshkimin, edhe shet xhehenamin, a dini fjalën e parë që ka thot ma aghna anni maliya. O Zoti im, unë s'ja pash hajrin pasunisë. Unë nuk përfitova asnjë gjë prej pasunie. Ka shumë hadithe që në ditën e gjykimit pasuria e njerëzve, prapë po themi, pasurinë e njerëzve që janë mashtruar me të, që e kanë bërë ato zot. Këtu e kemi bisedën, do të ndeshkohen ditën e gjykimit, ashtu që pasuria do të bëhet gjarpër dhe ata do t'i ndeshkoj. Allahu i manushëm në librin e tij thot: "Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli, huwa khayrun lahum, bal huwa sharrun lahum." Mos llogaritni as mos mendoni që njerëz që kanë grumbulluar pasurinë dhe janë mashtruar me pasurinë dhe nuk e kanë dhënë hakun e Zotit në pasurinë e tyre, se ajo është dobishme për tyre, ajo dëm për ta, ajo sherr për ta. Se ju tawquna bima bakhilu bihi yawm al-qiyamah, me të do të mbështillen dhe me të do të dënohen ditën e gjykimit. Këto janë 3 goditjet. Haramja e bereqetit, humbja e bereqetit, ishte e para. E dyta ishte do të ndeshkohemi me kopraci, edhe e treta pasuria do të na kthej shpinën këtë botë, ashtu që është ne në këtë botë ja pa të më kthy shpinën Zotit dhe pa të drejtu nga pasuria. Pjesa e fundit dhe shumë shkurtimisht do të bëjmë përpjekje si të shërohemi. Ishin simptomat, ishin ndeshkimet, tash shërimi. Shërimi
mënyra më e mirë e shërimit që pasuria mos bëhet zot dhe mos dënohemi dhe mos mashtrohemi me të është të zgjidhim shoqëri të mirë, të rrim me njerëz të mirë, të ndëgjojmë njerëz të mirë. Allahu i manushëm kur fol në Kur'an për njerëz që dhon sadak, çka thot Allahu subhanahu wa taala? Thot wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. E përdor formën e shumësit, ata që dhon sadak dhe ato që dhon sadak. E ka përdor shumësin sepse në shumës, në xhamat, në popull, me njerëz të mirë, lirohet dora. Kur njeriu i sheh njerëz të dhon, i zbutet zemra dhe ai jep. Prandaj njëra prej formave më të mira është njeriu ta zgjedh, ta zgjedh shoqërinë e mirë dhe të integrohet në shoqëri dhe të bëj përpjekje të jetë pjesëmarrës në gjitha të mirat që i bëjnë ata miq dhe ata shokët e tij. E dyta është forma më e mirë për të liruar nga mashtrimi me pasurinë është me dhon rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Falaqtahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. Në surën në kapitullin Al-Balad, Allahu i manushëm qarta zgjedh. Kurse si ai nuk u hedh në rrugën e vështirë, e që të bëri ty të dish ka rruga e vështirë. Rruga e vështirë është ai rrugë e cila është dhënie në rrugën e Zotit në ditët e vështira. Që kjo është rruga e vështirë. Këtu pastrohet njeriu, këtu lirohet prej mashtrimit, këtu lirohet prej robërisë. Dhënia në ditët e vështira. Kujt më dhon ditët e vështira? Fakku raqaba. E para është me liru sklavër në atë kohën e atëherit. E dyta, me ushqy një të varfër, me ushqy një njeri të varfër, jetimin dhe maqrabe, me ushqy një jetim të afërt, ose me ushqy një njeri të varfër që e ka lodhur varfëria. Këtu janë disa ajete në kapitullin Balad që tregojnë cila është rruga apo cila është pengesa që duhet kalohet. Pengesa që duhet kalohet e që është bëgi pengesë e vështirë është të japet, të hapet zemra, të shpenzohet pasuria në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ekziston një tregim në Kur'an, në surën Tawbe, ajeti 63. Allahu i manushëm në këtë kapitull fol për Hazreti Sulejmanin alayhis salam. Tregimi është i shkurt, po me të vërtetë është shumë kuptoplot. Një ditë prej ditëve, Hazreti Sulejmanit i vin shumë kuaj, ngjeshur me armatë me pasuri. Edhe del, edhe e sheh pasurinë, e sheh kuajt. Edhe për një moment angazhohet me ata kuaj. Angazhohet me pasurinë që i kishin pruar ata kuaj. Dhe gjatë angazhimit përendon dielli, edhe ik namazi i këndis. Kur i ik namazi i këndis, ai e kujton se vërtet kjo pasuri u bë shkak me pengu drejt përkushtimit ndaj Zotit. Atëherë dha një urdhën. A dini çfarë urdhë? Tha mi marr ta kuaj e krejt qysh janë me pasuri me çka posedojnë, krejt me dhon rrugën e Allahut më mësh. A kish qenë mirë me testu ka njerë veten? A kish qenë mirë me provu veten? Ajo pasuri që të ka pengu një ditë prej namazit, mundohu me dhon sadak. Ajo pasuri që të ka pengu prej agjërimit Ramazanit, jep diçka prej saj sadak. Këto janë dy forma të shërimit. Zgjedhni shokët e mirë dhe integrohu me ta, mundohu me bë mirë bashkë me ta, dhe dyta, jep sa të mundesh me dorën tënde, sepse në momentin kur ti jep për hir të Zotit, fillon me u liru zemra prej robërisë, prej mashtrimit të pasurisë. Dhe asnjëherë mos e harro, pasuria nuk na ka dhënë Zoti pasurinë për hir të pasurisë. Pasurinë na ka dhënë Zoti mekanizëm për të qenë rob Zotit në tokë. Mos e të bëni pasurinë për pasurinë. Të bëni pasurinë për të realizuar objektiva. Kjo është synimi. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh,
dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netët, e mira mbetet, dynja lakmova, pasaj vrapova.